Doa shkon si e ftuar në shtëpinë e Girajit dhe njerëkës së tij, Heves, pa e ditur që këta të dy kanë një marrëdhënie të fshehtë intime. Heves me Dinakri përpiqet të sillet mirë dhe afërt me Doan, duke e ngushëlluar për humbjen e Alevit në një mënyrë të shtirur dhe teatrale. Qëllimi i saj i fshehtë është të mbajë sekretin me çdo kusht dhe njëkohësisht të testojë ndjeshmëritë e Doas ndaj situatës. Doa e pafajshme dhe e sinqertë nuk e nua dot tensionin në ajër, ndërkohë Giraj është i përfshirë në një konflikt të brendshëm midis ndjenjave që shfaq për Doan dhe lidhjes së ndaluar me Heves, e cila e manipulon atë emocionalisht. Humbja e Alevit i shkatron emocionalisht të dyja, si Këvëllçëm, ashtu edhe nënën e saj Somes. Këvëllçëm si motër është e thyer dhe me zemër të coptuar. Humbja e Alevit nuk është vetëm një humbje familjare, por edhe një pjesë të shpirtit të saj. Somes nuk mund të pranojë që vajza e saj është larguar nga kjo botë. Sikur të mos mjaftonte dhimbja, të dyja përballen me një sfidë edhe më të madhe. Çështja e kujdestarisë së vajzës së Alevit. Kujdestaria nuk u takon automatikisht atyre, edhe pse janë familja më e afërt. Abdullah, babai biologjik i vajzës dhe njeriu më me shumë pushtet ligjor, vendos të marrë vajzën tek vetja. Në këtë moment, Këvëllçëm duhet të përballet me një vendim të pamundur, duhet të zgjedhë mes luftës ligjore për kujdestari apo pranimit të realitetit për të mirën e vajzës. Abdullah, që gjithmonë ka qenë një figurë e ftohtë por e fuqishme, nuk lejon që emocionet ta pushtojnë kur vjen puna tek vajza e tij, e cila tashmë është trashëgimia e vetme që i ka mbetur nga kjo marrëdhënie me Alevin. Ai vendos të veprojë shpejt dhe fuqishëm për të siguruar kujdestarinë ligjore të vajzës. Ai fillon të mbledh dokumentacione ligjore, dëshmi dhe prova që do ta ndihmojnë të paraqitet si figura më e përshtatshme për të rritur fëmijën, duke përfshirë edhe jetën personale në këtë imazh, pavarësisht se është në proces divorci me pambe. Heves fillon të tregojë një histori të rreme. Ajo tregon se ka qenë një grua e varfër që ka jetuar me sakrifica dhe ndershmëri, duke ngritur veten me punë të ndershme. Sipas saj, Giraji e ka njohur me babain e tij rastësisht, kur ajo ishte një grua që e kishte humbur çdo gjë përveç dinjitetit. Ajo flet me ton të butë, shikim të përulur dhe buzëqeshje të shtirur, duke ndërtuar imazhin e një gruaje fisnike që e fitoi vendin në atë shtëpi me merit, jo me manipulim. Doha pas një dyshim mbi këtë version, preket nga historia. Ajo ndjen respekt për një figurë që në realitet është plotësisht e shtirur dhe hipokrite. Shtëpia e Girajit ishte e heshtur, e rregullt, elegante por e ftohtë. Doha hodhi sytë rreth e rrotull, duke u përpjekur të ndiej rehat me zërave të qetë dhe tonit të ëmbël të Hevesit. Një kujtim i vjetër shpërtheu në mendjen e saj. Fati, me buzëqeshjen e tij të zakonshme, ja kishte mbajtur dorën fort. Kishin hyrë në shtëpinë e tij të parë, një vilë moderne plot jetë. Kjo do të jetë shtëpia jon, Doa, i kishte thënë ai atëherë, dhe ajo e kishte besuar. Kishte ndjerë siguri, ngrohtësi. Tani ndodhej në një tjetër shtëpi, në një tjetër burg me një tjetër histori. Por ajo ndjej ngrohtësi e mungonte. Giraji ishte i kujdesshëm, i qetë, por në sytë e tij kishte një hije që ajo nuk dinte si ta lexonte. Kujtimi i fatit ishte i hembël dhe i hidhur. Ishte një kujtim që lëndonte, por njëkohësisht i kujtonte asaj kush kishte qenë. Fati i vetëdijshëm se pambe është e vendosur për divorcin, e vën në dijeni pembe për aksionet e kompanisë për të cilat ajo s'ka dijeni të plot. I tregon se Abdullah ka transferuar aksionet dhe tani Fati së bashku me Nursema ka në dorë 10%. I sugjeron asaj se si bashkëshorte dhe nën do të kishte përfitime të drejtë për drejta nëse qëndronte në familje. Mustafa këtë bisedë dëgjon rastësisht, duke u ndjerë gjithmonë si fëmijë e harruar i familjes. Mëson se Fati dhe Nursema kanë marrë 10%, ndërsa ati i kanë dhënë vetëm 5%. Ai e ndjen këtë fakt si një poshtërim dhe një tradhti familjare. Omeri vetëm, me një shikim ngulitur diku në boshllëk, i rikthehet një skenë e cila e prejti pa mëshirë. Një burr tjetër i afrohet Këvëllçëmit. Këvëllçëm nga ana tjetër vendos të rikthej fuqinë në jetën e saj, duke mbyllur një derë që dikur i kishte sjellë dashuri dhe plag njëkohësisht, marrëdhënien me Omerin, dhe duke hapur një derë të re me një burr të panjohur, por të sjellshëm dhe të qëndrueshëm, Xhemalin. Gorkemi afrohet Fatit, duke i lutur atij që ta falë dhe të vazhdojnë një jetë të lumtur së bashku për hir të fëmijës së tyre. Ajo shpreson, ndoshta për herë të parë me sinqeritet apo me frikë të thellë,
që Fati të preket, por Fati i kthehet i ftohtë dhe i prerë. Ti nuk je më gruaja që unë besoja. Je në këtë shtëpi vetëm për një arsye, sepse mban fëmijën tim në bark. Duke mbyllur me këto fjalë, Fati largohet dhe e lë përsëri veten ngorkem në dhomën e saj.